që të gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës do ta kenë këtë parasysh, sepse të gjitha veprimet që po ndërmarr janë vetëm në funksion të mbrojtjes së stabilitetit kushtetues, të forcimit të institucioneve demokratike, sigurimit të mirëqenies së qytetarëve tanë, të cilët duhet të jenë prioritet i gjithë secilit prej nesh. Në qoftë se keni pyetje, urdhroni. Erdogan Zeqiri, pra gjësistani Kosova Pres, Prezidente, çfarë garancish keni marrë nga lëvizja vetëvendosje se konfirmimi i qeverisë në tentimin e dytë pas dështimit të 26 tetorit dhe apo tetohet skenari i njëjtë, pra vetëm që të shtyhet data e zgjedhjeve të ardhshme, pra është kriju një opinion i tillë për preferenca të ndryshme të datës së zgjedhjeve të këtij viti. E para, sikur të synonim diçka të tillë, unë kam pas hapësirën te mandatari i parë. Te mandatari i parë nuk kam pas ndonjë afat se kur më vjen emri, e dini shumë mirë, nuk ka afat, mund të shtyhet 2-3 javë, por unë kam bërë të kundërtën. Në konsultim me partinë e parë, kam kërkuar që menjëherë të nesërmën të më vi emri, në mënyrë që mos ta humbim as edhe një ditë tjetër. Pra aty ka qenë mundësia që mos të vim deri te kjo fare e të krijohet ndonjë perceptim i tillë. Pra me vetë faktin që aty nuk e kemi krijuar asnjë vonesë, edhe pse ka ekzistuar hapësira kushtetuese. Ka mujt me u vonu propozimi një javë, ka mujt unë me shty pastaj vendimin disa ditë. Pra me vetë faktin që nuk e kemi shfrytzuar një mundësi që na është leju, dëshmohet që nuk ka të bëj kjo me asnjë taktik vonese dhe nuk ka të bëj me ndonjë preferencë për datën nga ana ime. Unë e kryej detyrimin kushtetues sepse neni 95.4 thot presidentja mandaton. Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese thot duhet të ketë kandidat tjetër. Dhe nuk mund të nxirret dekret për refuzim të kandidatit kur e ke propozimin mi tavolin. Pra nuk ka asnjë preferencë të vetme nga ana ime për datën. Preferenca ime është kjo, që partitë politike të merren vesh rreth planit të rritjes, të merren vesh rreth buxhetit ose potencialisht zgjatjes buxhetore. Këto preferenca i kam sepse këto janë në interes të Republikës së Kosovës. Dhe pastaj unë mendoj që marrëveshjet e tilla mund edhe të determinojnë deri diku proceset që vinë më pastaj. Mirë, po kjo i takon partive politike në kuvendin e Republikës së Kosovës. Sa i përket asaj që pyetet çfarë garancish. Siç e thash, askund në kushtetut dhe askund në aktgjykimet e gjykatës kushtetuese nuk kërkohen garanci. Kërkohen gjasa. Dhe ka dallim shumë të madh mes garancës dhe gjasave. Garanca japet në kuvend, prandaj edhe kërkohen votat aty. Kurse gjasat ofrohen në zyrën time. Sikur të ishin 2 apo më shumë kandidat, atëherë detyrimi im është për të parë kush i ka nga ata gjasat më të mëdha. Lëvizja e vetëvendosjes dhe kandidati për kryeministër zoti Konjufca me cilin sapo e përfundova takimin kanë besim të plot që mund të arrijnë votat e nevojshme. Por kjo ju takon atyre. Ju takon atyre që t'i bëjnë votat. Mua më takon që të bindem që kanë gjasa. Dhe mua më kanë bindur që kanë gjasa. Ashtu siç kërkohet nga aktgjykimi i gjykatës kushtetuese dhe e kam zbatuar këtë detyrim në përputhje, siç e përmenda, me neni 95.4 që tregon që duhet të ketë mandatar të dy. Sikur mos kishte fare propozim, atëherë do të ishim në një situatë komplet tjetër, sepse nesër do të harxhohej